zoti shpi. Hajde mirë se vini burra. Po mirë se gjeta. Mirë se na erdhët. Mirë se gjeta. Mirë se na erdhët. Mirë se na erdhët. Mirë se gjetëm. Mirë se na erdhët. Dhoma më e mirë në ambientet e kullës së fshatarit Kuksian ishte ajo e mikus dhe që quhej Oda e migjve. Kjo ishte gjithmonë më e pajisura. Në një skaj të dhomës së migjve arreshtoheshin armët e gjata, veglat muzikore, çiftelia e lahuta. Dhoma e migjve shtrohej me një hastër të punuar prej kashte thekri, mbi të cilën vendosej plafi i lesht ose cerga prej leshi dhe qylyma si gjadet dhe jastëkët punuar bukur. Mikut i takonte ana e djathtë e Oxhakut, e majta të zotit të shtëpisë. Oda e migjve shërbente si mjedis për pritjen dhe për sjelljen e migjve, qofshin këta të vetmuar ose të grupuar në rast e gëzimi dhe hidhërimi. Në odat e migjve biseda vazhdonte për shëndetin, bereqetin, kohën e përbagëtit. Në kohë të ftohtë zhvilloheshin kuvendet, ndroheshin pleqërit, merreshin vendime të rëndësishme për vllazërinë, fshatin, bajrakun, krahinën, atë dhe on.